Ashtu si që kanë parandaluar dhe rezervat shtetërore apo rezervat strategjike, po thuaj se në asë një vënd të Ballkanit perëndimor, aq më tepër në Europë, jo, nuk i lihet depozitat e sigurisë private, por ndahen ku 60 deri 70% i mban shteti, për arsye se shteti është përgjegjës fundit për situata shumë emergjente, dhe 30% u alo operatorëve privat për arsye edhe ndarje të përgjegjësive, por edhe të momentit se si do të menaxhohet situata dhe natyrisht dhe privatët kanë një përgjegjësi në këtë rast, për arsye se kanë një licencë që duhet japin llogari. Po përgjegjësinë kryesore ka shteti. Në momentin që vendet e Ballkanit nuk kanë prish dhe rafinerit. Shkupi ka rafineri, Kroacia ka rafineri dhe kompani shumë fuqishme. Beogradi, Niš, kompania Niš është shumë e fuqishme. Pastaj Kosova dhe Malizi, kuptohet janë shtetet vogla dhe pasja një rafineri është diçka që kërkon një infrastrukturë. Ne i kemi patur edhe i kemi jashtë pune. Dhe politika e prishi. Për arsyet që ajo akoma nuk i ka bërë transparente. Nuk u zvendësuan për arsyet se një pjesë e depozitave ndodheshin edhe në për këto rafineri apo garantonin zbutje çmimi dhe vendet e Ballkanit perëndimor nuk e ndjejnë këtë lloj çmimi të presion për arsyet se kanë si e zbusin. Në radhë parë i mbajnë seriozisht ato angazhimet që ka ligji, pra zbatojnë ligjin për të mbajtur depozitat e sigurisë aq sa thuhet. Në radhë të dytë fusin këto elemente të tillë shtesë të cilët përdoren pikërisht për këtë situata. Momentin që i kanë ezauruar to dhe ende tregu nuk reagon, dhe duhet themi që është një treg shumë më formal se sa ç'është tregu jonë. Atëherë fillojnë përdorin mekanizmat e uljes së taksave, pra mekanizmat fiskale, me qëllim që përkohësisht ta çfryjnë atë fluskën që mund të krijojnë taksat, që mbi vendosen mbi çmim, me qëllim që të vejë te konsumatori në një treg formal, ashtu siç ulen taksat. Shteti ose qeveria nuk e ka këtë garanci për arsye se tregu informal e përthith brenda kapilarëve të tij dhe nuk e lejon këtë ulje taksash dhe më shumë humb shteti në ato të ardhurat që do fitonte dhe fitojnë privatët duke justifikuar me forma të ndryshme pasi ata e kanë në dorë tregun, sa do të lutet shteti dhe sa do të krijojë borde, fundit vendimin nuk mund të shteti nuk është ortak me bizneset në kuptimin formal ligjor. Dhe kështu që shteti më së shumti edhe me krijimin e një bordi është në formatin e lutjes, formatin e thirrjeve, sesa të një shteti i cili vendos rregulla të qarta, bën transparencë dhe shpjegon që shiko, unë i bëra gjithë mekanizmat, tashmë do vendos dhe bordin e transparencës, se ky e mbyll qarkun e masave. Kur ke vetëm të gurë në dorë dhe e përdor, natyrisht na tregon që politikat e tua janë reaktive, pra reagon pasi ndodhin ngjarjet, nuk ke bërë ato çfarë duhen bërë dhe natyrisht që e vërtet, po bëhet gati një muaj, 26 ditë që nga nisja e luftës në Iran dhe deklaratat e kryeministit kanë qenë edhe kontradiktore, ka folur për situatë të stabilizuar në fillim, pastaj për një rritje të moderuar të çmimeve të karburanteve në Shqipëri. Tha në fundjavën që shkoi se nëse çmimi i naftës e kalon çmimin 220 lekë për litër, atëherë do të aplikohet ulja e akcizës me 20%. Pra, kemi patur deklarata që nuk kanë qëndruar në një linjë, le të themi, edhe moderuar, edhe kjo, edhe bord transparence. Duhet bien vëmendjen tuaj neve në Altaks, kjo nuk është për të bërë publik. Jo, absolutisht ne vlerësojmë studimet e Altaksit. Kemi bërë studime të mjaftueshme dhe ndër studimet e fundit kemi bërë dhe një për depozitat e sigurisë, i cilin vetvete neve nuk na del në rezultate me kapacitetet që janë në Shqipëri aktive, pasi një pjesë e depozitave mund mos janë aktive, se janë në procese të ndryshme remonti apo të tjera, më shumë se sa 15 deri në 17 ditë garanci depozitash. Nga 3 muaj që ta kemi. Ndërkohë u deklarua zyrtarisht që kemi afërsisht 1 muaj. Në fakt, edhe kjo nuk duhet të korrekte. Një institucion do të flasë kaq ditë, nuk ka me afërsisht. Afërsisht do të thotë që pra të dalim te kjo. E dyta, analiza që kemi bërë për çmimet në vazhdimsi, jo thjesht për të bërë oponencë kritike, po për të thënë dhe rrugët e zgjidhjes, pasi këto kanë nevojë për një qasje gjithëpërfshirëse. Në momentin që injorohen, dhe këtu nuk është puna se thirrësh apo s'thirrësh, nuk është problemi të dëgjohesh, problemi është që mbi dëgjesat të vendoset versioni më i mirë dhe fatkeqësisht kapacitetet teknike qeveria nuk i ka më siç i ka pasur para 10 viteve, pasi një pjesë e mirë ekspertëve dhe njerëzve janë larguar ose jashtë vendit ose jashtë institucioneve shtetërore, po. Natyrisht që e ka të nevojshme, pra nuk ka luksin të rritë të bëjë vetëm vendime të njëanshme siç ka bërë dikur, me idenë se humbet ekskluzivitetin e dhënies së zgjidhjes.